Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e madhreshëm e falenderojmë lavdët dhe bekimet njeriu më të mirë në fytyrën e tokës ja drejtoj. E nderuara familja Abbasi, në krye me Haxhi Kemalin e Abdullahin, lutë Allahun e madhreshëm që Allahu të shon bekimet e tij edhe në tutje në familjen tuaj, ashtu siç e shoi këtë bekim të madh duke janë lehtësuar hafizit Hamzës përfundimin e hifzit dhe përfundimin e testimit të hifzit të tij. Lutim Allahun e madhreshëm që Allahu t'ia bën Kur'anin praver të zemrës së tij, largim i brengave të tija, udhëfyes i vazhdueshëm në jetën e tij, ngritës në këtë botë dhe ngritës në ahiret. Po, Kur'ani është i lehtë për ta mësuar për atë i cili e don Allahun, atë i cili e ka shpall dhe mundohet që të kënaqet me fjalën e Rabbul Alamin. Zotën dietarët kanë thonë, kush don me dëgju Zotin dhe dëgjon Kur'an, kush don me fol me Zotin dhe të fal namaz. Kështu që kush e ka të lidhur zemrën me Allahun e madhreshëm, do e ketë shumë të lehtë jetesën me Kur'an, leximin e Kur'anit dhe mësimin e tij. Ajo që sot i mungon umetit islam është fuqia që këtë Kur'an ta shndrojmë në përgjigje konkrete të dilemave me të cilat jeton bota dhe sfidave që i ka bota. Problemi muslimanëve sot nuk është të nxjerrja e hafizit si hafiz, edhe pse kjo është shumë e rëndë, siç e përmendi edhe Hoxha Remziu, i cili veç ka një përvojë shumë të begatshme në nxjerrjen e hafizllarëve për fëmijët e tij, por ajo që është pjesë e vazhdimit të angazhimit hoxhallarëve është se si ki Kur'an edhe këta hafizllar të bëhen mburoja e islamit dhe të bëhen avangarda e islamit. Ata që do japin përgjigje dilemave që ka bota dhe problemeve të mbështetur me këtë Kur'an. Kur'ani u bë i rëndësishëm në botën islame atëherë kur muslimanët u japin përgjigje botës me këtë Kur'an. Sot ne fatkeqësisht të gjithë pa përjashtim akoma nuk kemi fuqi intelektuale për të përthyer ajetet e Kur'anit dhe për të treguar se vetëm me Kur'an ka mundësi me jetu jetë të lumtur në këtë botë dhe se të gjitha teoritë dhe filozofitë të cilat imponohen sot dhunshëm në botë, megjithëse quhet demokraci, nuk e kanë fuqinë me dhënë përgjigjet adekuate njerëzimit. Dhe kjo dilemë ngjelet detyra hoxhallarëve që tash e tutje fillojnë këto hafizllar të specializohen në studimet e ndryshme që kanë të bëjnë me Kur'anin dhe të nxjerrin përgjigje, dilema dhe udhëzi nga Kur'ani për të arritur tek ajo që i jep Kur'ani besimtarit të jetë të këndshme dhe të mirë këtë botë dhe normalisht shpëtimin në ahiret. Edhe një herë shpejt rastin që t'ja uroj Abdullahit, Allahu don këtë moment gëzimi shumë të madh me përfundimin e hifzit të Hamzës dhe gjithashtu t'ja uroj këtë sukses Hafiz Abdul Kerimit, i cili është me muhafizave të cilët vazhdimisht e gëzojnë shkupin me nxjerrjen e hafizllarëve të ri, padyshim Hafiz Abdul Kerimi dhe shumë hafizë të tjerë, sikur është edhe Hafiz Xhemaili me Institutin e Hifzit dhe shumë muhafizë të tjerë e bëjnë shkupin krenar dhe vazhdon me qenë i pranishëm bekimi Allahut këtë vend për shkak të leximit të Kuranit, mësimit të tij dhe nxjerrjes së hafizllarëve. Zoti ju shpërblet. Selamun alejkum wa rahmatullah.